300 kultura nga vende të ndryshme u bën bashk në një vend. Universiteti Veror që po mbahet në Prishtinë i takoi studentët nga krejt bota për ta njohur historinë e vendit ku erdhën. Veçantia e edicionit të 25 është se ka pjesëmarrës edhe nga shtete që se njohin Kosovën. Për dikë që është hera parë në tokën kosovare, atë e vlerëson vend mikpritës, ku do të rikthehej sërish. Nëse dëshiron të dalësh, nëse dëshiron të bësh diçka që lidhet me artin, muzikën, koncertet ose diçka edukative, e vlerësoj këtë, kështu që nuk do ta kisha problem ta vizitoja sërish Prishtinën në të ardhmen. Dikush tjetër e vlerëson bujarinë e kosovarëve. Shumë njerëz na ofruan kafe, na ofruan po ashtu të na blenin kafen e gjëra të tilla, madje edhe u qetha falas. A very good experience. Praktikisht dëshiroj të qëndroj këtu edhe pak më gjatë dhe unë dashuroj vërtet kulturën e kafes. Për profesoreshën Vjolca Krasniqi, ardhja në Universitetin Veror është një përvojë e veçantë që sjell mësim në kontekst ndërkombëtar. Ndihmon në ndërtimin e universitetit si një institucion i cili është global, jo vetëm lokal, edhe po ashtu që sjell perspektiva dhe përvoja dhe po ashtu interesime të ndryshme nga kolegë tjerë ndërkombëtar që ligjerojnë në Universitetin e Prishtinës. Ky organizim pritet të zgjas deri me datën 26 korrik.